Shka po ndodh, s'po ka më duri me hesht. S'po kalon dit pa dëgjuar lajme të zeza. Ndal në dorën o njerëz, ruajni familjen. Fjal nga dhimbja e zemrës. Faruk Pejani, BG Studio. Shka po ndodh me ne në këtë dynja, s'po kalon një dit pa u dëgjuar një vëlla që ngriti dorën e jetën e shoj. Një na, një motër që në dhe mbuloj. Po ku mbeti nderi, ku mbeti mëshira, se unë bytë ndritat e në mbuloj erësira. Fëmijët e pa fajshëm po mbesin jetim, duke kërkuar nanën me lotë me nga shërim. Për shdo gjë në jetë gjendet një zgjidhje, jo me vrasje, jo me lotë me dhimbje. A keni frik pej Zotit, a keni ndërgjegjen gji, kush i merr jetën një femrës ka as bes, as burrëri. Dal një dorën o njeri mos vrit me pabesi. Nuk është forca strimeri me mbytë një femër ti. Aty tregohet burri, aty duket fisniku. Ndalje du në sot, para se t'jet von, gjaku i pa fajshëm bi këtë tokë, por ndon. Ndalje dorën o njeri thire me njën këtë jetë, se me dhune me vrasje, veç mallkimi të mbet. Si popull ku kemi shku, vlera dhe amaneti na i kemi harru. Në vend të dashnis, po mbilet veç i natë, po shuen o haqet në mes të kësaj natë të gjatë. Burri i vërtet fal mbron dhe duron, nuk e prek atë që jetën jas bukuron. Armiku po pret për qarjen ton me paje, na po vritemin me zveti papi këfaj, vëlla me vëlla. O Zoti ma, vëzhoje këtë lutje sot, uzoje këtë popull mos na le me lot. Dali këto ndasin, dali këto t'merr, ktheje dritën e paches në vatrat tona të mjera. Dalje dorën o njeri mos vrit me pabesi. Nuk është forca strimeri me mbytë një femër ti. Aty tregohet burri, aty duket fisniku. Pishin fjal nga dhimbja e thellë zemrës, respekt e dashuri për të gjithë njerëzit me ndërgjegje. Stop dhunës, stop vrasjeve. Faruk Pejani, BG Studio, BG Studio.